asgjë. E ke përballu bukur. Okej, ndërsa do të kthehen në arenë fermerët tanë, ju lutem të kthehemi në arenë sepse do të shohim një klip me një lojë shumë simpatike me imitime. Një tjetër sfidë interesante që fermerët kanë patur gjatë këtyre ditëve. E ndjekim së bashku dhe kthehemi një herë pastaj në studio. Sezon Dekor ka përgatitur për ju një sfidë argëtuese që do të testoj kreativitetin, vëmendjen dhe sensin tuaj të humorit. Misioni juaj do të jetë të imitoni fermerin që ju ka rënë. Kush do të marrë më shumë vota do të fitojë një kupon prej 2000 eurosh. Gjitha produktet në Sezon Dekor deri në datën 15 qershor kanë 30 deri 70% ulje. Bujaka, Mimoza, Liri, Romiri. S'na len aja Sara, nuk na len. Shkeme të e pas zotin. Si kush është Sara Karaj. A vash moj, a vash një... Do shkoj në finale. Do një loj me shishe, Moza? Do një loj me shishe? Jo, kam nevoj për pak eros. O, Sonik, mund të ti prek pak? O, Sonik, basket vërteta. Me kush ka votu për Lirin? Tjena transparent, sfidën e fito Liri. Sezon Dekori, duhet dini një gjë. Unë realisht ju adhuroj. Jeni fantastik me produkte, me arredament, me gusto. Të jashtëzakonshme për sa i përket një arredimi dhe më shumë. Okej, famë si kanë imituar edhe njëri tjetrin, tani më duhet i thras përfundimisht të shikoj që e kanë vështirë që ndalin nga miqtë e tyre. Më dërgoni një fermë, ju lutem. Atëherë, grupi e shikoj që e keni të vështirë të ndaleni nga miqtë tuaj, por do na duhet të ecim me spektaklin. Futemi brenda, ju lutem. Ejani, Stoni. Jaka. Moza. Ejani, futemi brenda. Faleminderit edhe një herë miqve që kanë ardhur këtë surprizë. Eja, Moza, të lutem. Fali se mos e nuk të dëgjoj. Ta të thoja, ky grupi që ka ardhur për vizit duken të denjë për Fermën 4. Po, super personazhe janë, disa prej tyre të njohur edhe shumë karizmatike, shumë të lezetshëm. Po i shkoka! I shkoka dhe nuk po ikin, ja, unë shikoj Ritën vazhdon akoma flet me Mozën. Edhe Rita Petro është personalitet edhe, sa bukur Në do dhani ishte. qik më shumë, Po ju mbajmë pak me hatë, Rita. Rita e shumë e lumtur që ka ardhur, Po, kemi shumë. Do hikim në Kosovë, Gjakovë. Keni plane? Kemi gjithë Shqipërinë për të sjellë poezinë shqipe sa më afër gjithë lexuesve, sidomos lexuesve të rinj. Edhe dua të them edhe diçka tjetër. Për te humorit që thot Moza i dua çunat e rinj, Moza i ka mbështetur shumë poetët dhe poeteshat e reja, dhe ne së bashku po bëjmë shumë aktivitete për të nxjerrë talentet e reja në të gjitha fushat. Ne kemi fushën e poezisë, po dhe në fushat tjera. Dhe sot është koha dhe sfida më e madhe të mbështesim të rinj. Nuk ka gjë më të bukur sepse gjithë mundohen të shajnë tonë ky brez i ri, është një brez shkatërues, nuk është si brezi jon absolutisht. Është një brez i jashtëzakonshëm dhe koha do ta tregoj dhe po e tregon sa i jashtëzakonshëm është ky brez. Rita, sezonin tjetër kur të futemi bashkë do flasim po do vim bashkë. Do flasim pa fund për Çfarë sezoni spektakolar do ishte me ju, a? Kështu që edhe dhuratën që më ke bërë ti, erdha me sezonin dhuratën, tjetër. erdha me të bardha që më ke thënë gjithmonë. Po, Edhe Ermali. shumë të bukur sot. Madje kam qenë ka ajo Ermali u përgatit. Që i the ti bëja Ritës frokët e verdha, të kujtohet edhe sot. Se ti pëlqeu. Ajo që ershit tha, kujtohet që tha Moza një një qikë të verë që t'ja bësh flokët me të verdha. Shumë të bukur ati pas ka bërë. Edhe prerja shkëlqyshme. Rita, zemër duhet të largohemi, duhet të ndahemi nga Moza, Ju përqafoj gjithë përqafojmë Amina edhe ne. Arman, Angel, Arbana, ju përqafoj. Rita, të përqafoj fort. Të presim sezonin tjetër, Rita, të presim sezonin tjetër. Po, Emal, po. Bëjnë i libër Emal dhe si dhe ta botojnë. Rita, të përqafoj fort. Faleminderit shumë për këtë dhuratë. Eja Moza, futemi brenda. Ju du shumë gjithë dhe. Hajde, baj.